Deputeti i Partisë Socialiste Plarend Ndreca është paraqitur ditën e sotme në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku po përballet me akuzat e ngritura nga SPAK për keqpërdorim të procedurave të prokurimit publik. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, Ndreca në kohën kur mbante funksionin e sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme, ka bashkëpunuar me zyrtarë të tjerë të kësaj ministrie për të favorizuar Gjon Radovanin në një tender me vlerë të konsiderueshme për rikonstruksionin e 4 komisariateve të policisë. SPAK pretendon se procesi i prokurimit është manipuluar në mënyrë të tillë që Radovani, në bashkëpunim me kompaninë Derbi e SHPK, të shpallej fitues, ndonse oferta nuk përmbushte kriteret ligjore. Hetimet zbulojnë gjithashtu se Gjon Radovani ka qenë në marrëdhënie miqësore me ish-ministrin e Brendshëm Sandar Dheshaj, lidhje që dyshohet të ketë ndikuar në favorizimin e tij në tenderat publik. Në dosjen hetimore përfshihen dhe shkëmbime të shumta emailësh mes Radovanit dhe Ndrecës, ku diskutohen detaje për ambientet që do të rikonstruktoheshin në komisariatet e Vlorës, Pogradecit dhe Mirditës. Po ashtu, dokumentet tregojnë se Radovani ka shërbyer dhe si konsulent pranë Ministrisë së Brendshme, pikërisht për tenderin ku përfundimisht u shpall fitues. Ndaj Plarend Ndrecës vijon procedimi penal, ndërkohë që çështja pritet të marrë zhvillime të tjera në ditët në vijim, ndërsa SPAK po thedhon hetimet edhe për persona të tjerë të përfshirë në këtë skem të dyshuar favorizimi.